Gjendën të fshehura në murin e një ndërtese dhe sekuestruan 2 armë zjarri automatike mbi 2200 fishek luftarak dhe 12 granata defensive. Armët e zjarrit dhe municioni do të dërgohen në Institutin e Policisë Shkencore për ekspertim. Procedohet në gjendje të lirë për shkak të moshës pronari i ndërtesës. Shërbimet e Komisariatit të Policisë së Vlorës në vijim të kontrolleve për parandalimin dhe goditjen e veprimtarive të paligjshme, bazuar në informacionet e siguruara nga inteligjenca policore, kanë ushtruar kontroll në një ndërtesë të vjetër të pabanuar në lagjen Hajro Çakëri Vlorë, në katin e dytë të së cilës u gjetën të murosura disa armë dhe municion luftarak. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan 2 armë zjarri automatike, 12 granata defensive pa ndezës, 14 ndezës granatash të mbështjellë me letër dhe rreth 2200 fishek luftarak. Armët dhe municionit do të dërgohen në Institutin e Policisë Shkencore për ekspertim të mëtejshëm me qëllim përcaktimin nëse janë përdorur në ngjarje të mundshme kriminale. Nga verifikimet rezultoi se ndërtesa ku gjetën armët dhe municioni është në pronësi të shtetasit GK 67 vjeç, banues të lagjen Hajro Çakëri, i cili në përfundim të veprimeve procedurale është proceduar penalisht në gjendje të lirë për shkak të moshës dhe gjendjes shëndetësore. Materialet i referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë për veprime të mëtejshme hetimore.